do ulet numri protestuesve tani që ka filluar kampionati botror i futbollit? Që pyetje e lezetshme, më nuk di si do të them. Se protestuesit kanë punën e vet. Po kampionati ka punën e vet. Sigurisht do të ulet. Se ka tifoza, njerëz që merren me sport. Do të ulet. Do me thënë janë më shumë tifoz pas futbollit? Shumë ka, sa dush. Ja fillon nga unë, që rri pa gjumë natë. Si ishte në orën 4, që të bëjmë. Që më doli gjumi, të që tash lëviz pak. E të vazhdojmë 12 të ndeshën. Lëvizën shifrat, për nuk hinë punë kjo. Ata kam punë e vetë, sporti ka punë e vetë, jeta ka punë e vetë. Që të them, sot vazhdojnë e 35 vitori i Partisë Socialiste, që janë ndroj ftyrën Shqipërisë, se u ka të ndisë u bë që nuk di se shtu të them. A është i rëndësishëm ai 35 vjetori? Sigurisht. Me këtë ritëm që hecët, si Edi Rama nuk vinë kriminalisë më. Harroje. Është qenë pune. Do me thënë protestuesit nuk kanë të drejtë. Unë nuk them se s'kanë, se ata e 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000. Unë nuk jem koke madhe. Që tu hap mend atine. Modeli se si protestojnë nuk punë atine. Për të më thonë nuk e kuptojmë që thonë.